Para afatit. Çka po fol? Para afatit. Çka po fol? Gjëheq. Dhe më thonë... Çka pi tre? Për thret më argument para popullit që po thras. Zoti Hamza nuk e përmend shumë detaje. Përmbajtja e takimeve të tilla do të ishte arsyeshme sikur takimet të ndodhin para 6 muaj. Para 6 muaj. Stash pse? Çka po don stash? Çka po don stash? Nëse nuk po fakt që nuk e kemi asnjë episodit kurti. Asnjë jam nuk e kemi pikë. Është fakt. Çka po don? As konsensual, as partijak, as gjë. Po ne Fidan megjithatë kur ura emri konsensual me që të gjithë kanë besu edhe shpresu që mund të jetë Murat Jashar një figurë jashtëzakonisht e respektueme, sidomos në Partinë Demokratike të Kosovës, kur, si më thonë, ajo ka ra prej kombinimit që kandidati konsensual, Partia Demokratike e Kosovës, për me ikë një proceses zgjedhës, për me ikë një krize tjetër kushtetuese të cilën këtë do të mundohet ta imponoj. Ne kemi ofruar një zgjidhje tjetër, që PDK-ja t'i propozoj 2 kandidat për president dhe të kemi një marrëveshje politike të nënshkruar, një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, me të cilën thuhet edhe garantohet që Partia Demokratike e Kosovës e ka të drejtën e propozimit të 2 kandidatëve për president dhe lëvizja vetëvendosje do ta mbështet për të krijuar edhe një balancë mbrana shtetit. Nuk mjafton vetëm balanci, ne e dim se në kalum ka qenë marrëveshja, në shkëmbim të saj çka i kishte ofruar vetëvendosjes, vetëvendosja kishte pranuar kandidati juaj. Marrëveshja politike është marrëveshje politike. Për te konsensus demokracisë, na demokraci e brish, ne e dim se në kalumin i mbo disa marrëveshje. Çka konkretisht? A keni pas një ofertë? Kë nuk është interesuar për marrëveshje. Atëherë për çka është interesuar? Unë tregoj, ky është interesuar deri në sekondat e fundit për takime, për bllaf. Domethënë për takime, sa më shumë takime, që në opinion publik të perceptohet që kë ka bërë të pamundurën për me gjetë një kandidat, po ja që këta nuk përdojnë. Pra, kë po mundohet me i rinë gjallë traumat e zgjedhjeve të kaluara, se këtë ka bërë edhe duke i rinë gjallë traumat e 2021-s. Në zgjedhjet e 28 nëntorit, ajo është mundu me i zgju ato traumat e zgjedhjeve të 2021-s, tash po mundohet prapë me rizgju me të njëjtin teknik, duke u mundu që të hymë në një krizë me të cilën fajsohen krejt partitë opozitare se ai ka dashur me gjetë zgjedhje. Do të thonë, përpjekjet e tij janë këto, edhe përpjekjet e tij janë një bllaf në të cilën ne nuk dëshirojmë të marrim pjesë në bllaf. Ne jemi të interesuar për zgjedhje konkrete. Partia Demokratike e Kosovës, ndryshe për krejt partive politike, ka qenë që nga fillimi shumë e qartë. Në mbledhjen e kryesisë është vendosur që ne mund të hyjmë në një marrëveshje dhe ofrojmë presidentin për Republikën e Kosovës, një figurë që ka mi bon nder Kosovës, shtetit të Kosovës. Dhe ai hala pa e qitë mirë në tavolinë e ka refuzu, prandaj jemi në një situatë edhe në një situatë të paparashikueshme, dhe unë mendoj që kjo nuk i shërben as stabilitetit të Republikës së Kosovës, edhe nuk i shërben po ashtu demokracisë, sepse përpjekjet e tij për të kriju një shtet ku zaptohen të gjitha postë shtetërore është... Artan, te ky s'po don marrëveshje, çka po don ngërtir zoti Kurti? Po, unë e thash, do më thonë... S'ka është esenca, 51.11% është ikonike, është... Se di, nashta ajo është Superman, por qa se njohën politikën, që 20 vjetë jënë pjesë e medjave, me besu dikur që mundet me mëri prapë diçka ma shumë, se 51.11%, se di, nashta e ka naj letër, ka naj portal që folë me tardhen, por në është problematika, Artan, qka, ku, 51.11%, qysh? Po më dojmë, para se me folë se qka po do naj... Ja, kalëzëm qka po do, tani dojmë, ja, unë jem tash shtu. Kur ti ndrojmë venat flasim, Artan, qka po do naj? Ai don me pas në post të presidentit, ose një person që ai e katapulton në opinion publik si konsensual, po shëndrot i ti, sepse qërë Fidan, ne kemi pa. Po keni thonë për Vjosin, se tash Vjosin s'pedon, pas bërimeve të mija pram kam pas një balafasqim, jo shumë mirë, jo të mirë, po shumë të kesin dhe një anë i tim. Mas 5 vjetëve veç, mas 5 vjetëve. Një dhe? Edhe jo për ato, sepse nuk pe propozon, se Zonja Osmani e dim, thamë, bis njëheri ka thonë, jo, dy disa me kandida finës, po nuk pedon as ato, tash kjo është tonë alo ma shumë misterin, Artan. Çka po donë, zoti Kurti? Dëgjom, ai don me kontrollu të gjitha.
Do më thonë, ai don me kontrollu edhe presidenti, postën e presidentit, edhe të kryeministit, edhe kryeparlamentarit, edhe gjitha. Dhe kjo është tendenca edhe këtë ndimi autokrat të i Zotit Kurti. Po, ai edhe në të kaluarën e ka tregu këtë, edhe tash po mundohet që mund ta friksoj opozitën, edhe LDK-n, edhe AK-n, mendon që mund ta friksoj me zgjedhje ose me kërcënim të një krize politike për të detyruar ata që qëndrojnë në sallë. Edhe kjo kërkesa ose kjo zgjidhja e tij e propozuar që ju vendosin një kandidat, na vendosin një kandidat, dëgjoj, kushdo që i ka 2 ditë në politikë e kupton lojën. Por kë nuk komunikon me ata. Kë mundon me komuniku me qytetarë, me thonë aty në që këta s'pëdojnë garë. Falë, po garë nuk ka ekzistu kur. Do më thonë që 20 vjetë, që sa vjetë është shteti Kosovës, nuk ka ekzistu një garë e tillë. Pra, kë mundot mi përmbys ato gjëra që janë shumë racionale. Edhe unë mendoj që na do të më dhanë fund kësaj. Partia Demokratike e Kosovës e ka ofertën shumë serioze për një emër të president që i bën. Artan, ai tha deklaroja ditë e gatshëm t'ja ofroj 8 nënshime PD-s nëse set kandidatin. Si e komenton këto? Po, për me pas një kundër kandidat, për me kalu ajo, mi marrë në prezencën aty, apo si vlerë demokratike, pse ju nështë të si reflektim, ja mush menin, nëse ja mush një menin me kandidat një uj. Me fjallor të Albin Kurtit, a i peqet qerën para kalit. Okej. Do të thonë, le të nënshkru në kuvend në Republikës Kosovës marrëveshjen me PD-n, me të cilën ai zëtohet se lëvizja vetëvendosje, vota që ka, do t'ja jap kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, mandej me kënaqësia japëm mundësinë që ai më mbledh jo 6 nënshkrime, po edhe më shumë. Ma shumë. Deri tash e kritikon formën edhe çka po don Zoti Kurti. Po PDK-ja deri tash nuk e ka bë publike janë në kandidatit. Kandidati PDK-s, a ka me qenë edhe ky full partijash, a ka me qenë edhe ky një noter sikur i Kurtit, a keni ra krejt në Grackën e tina, po doni se cili me pas ka një sferë, cilin ju e kontrolloni thu si është toksi, edhe institucioni ja kanë lënë babat, politikanëve, juve politikanëve, pse ju nuk pisitni propozimin? Pse nuk pisitni propozimin? Dhe kandidat ju jashtë, edhe ai pjesë e PDK-s, apo është mbi partitë politike? Se ti tash folën për të çka po doni, kritikun formën e mendimit të veprimit tina. Po tash edhe ju pak më na lëni pak këtë farë pune enigm, edhe zakonisht gjonat korrekte nuk më shefën. Veç ku kona, s'po du mi paraziku, veç ku kona aty na asi, ka disa me majnë mshefë, se kur je korrekt edhe sinqert, jebe di shumë ato s'ka po bon, lumë po kemi letra s'jellë artan. 2 elemente. Nashta po hamendsoj, nashta e kom gabim, po parazikoj. Po deri s'tash folëm i kritikum ato, tash me të njëjtin kanar pe matëm edhe PDK-n. 2 elemente. E para, nëse ka një personalitet mrena Partisë Demokratike të Kosovës që e meriton me qenë president e Republikës Kosovës është Hashim Thaçi. Mënyrën se si është marrë mandati